Është zhvilluar takimi i organit këshillues të prefektit të qarkut Korç me pjesëmarrje të drejtuesve të institucioneve vendore, të cilët kanë diskutuar mbi çështjet më të ndjeshme sociale që kërkojnë zgjidhje nga organet kompetente. Pjesëmarrësit kanë vlerësuar se kategoritë më të ndjeshme të cilat kanë nevojë për një sër shërbimesh janë fëmijët me aftësi ndryshe, personat me probleme të shëndetit mendor, si dhe të moshuarit e vetmuar. Jam habitur në fakt nga gatishmëria dhe vullnetarizmi që kanë treguar qytetarët pjesëmarrës të gjithë janë të ofruar ku janë qendrat sepse ne do vim të shërbejmë. Ajo që mungojnë zgjidhjet institucionale sepse problemet janë komplekse. Nga ana e bashkive të qarkut të Korçës janë hedhur ide për ngritjen e disa qendrave për fëmijët me aftësi ndryshe, për personat me probleme të shëndetit mendor, si dhe për të moshuarit. Do të ishte një nder për institucionet që ne përfaqësojmë, edhe për territorin e qarkut që ne përfaqësojmë, që shërbimi kombëtar për aftësinë e kufizuar 0-18 ta ngrem në Korçë dhe të mos jetë vetëm për qarkun, por të jetë kombëtare. Pra rastet më të vështira, më imediate, ne të ndërtojmë një qendër të përbashkët. Shtetit na jap lekët, ne të na bëjë një spital për të smurët mendor, një rezidencë për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe një azil që quhet rëndom, ose një rezident për të moshuar. Pritet që nga ana e bashkive të qarkut të Korçës të bëhet një propozim i përbashkët drejtuar qeverisë shqiptare për të mundësuar financimin dhe ngritjen e këtyre institucioneve, të cilat pritet të ndihmojnë për zgjidhjen e disa nga plagëve më të rënda të shoqërisë në qarkun e Korçës.